përshtatësja për edhe ndaj LDK-s, për ndaj gjithë opozitës, ka qenë e tillë, ka qenë, si me thonë, tentim për të janë veshur fajin, që të zgjedhjet të konsiderohen se janë shkaktuar nga demek mos bashkëpunimi i opozitës. Albin Kurti edhe një herë thash që tallin e tij me LDK-n mundet me çunë në një nivel tjetër nëse e bën këtë gjë, të cilën e bëri, ndërkohë që besoj që tash është duke u tallur për gati 2 vjet edhe me shtetin e Kosovës dhe me gjitha procedurat që deri tash kanë qenë thjesht të shenjta për. Okej, kthehem pas pak te ti shkumbeni, Eugen Cakullin tashmë kanë në lidhje të drejtë për drejtë derisa Kurti të dalë në konferencë shfrytëzoi këtë kohë të shkurtër për t'ia drejtuar disa pyetje. Eugen, faleminderit fillimisht që jemi ne. Faleminderit shumë për mundësinë jonë. Çka ndodh nëse nuk konstituohet kuvendi sot e deri nesër, a ka ndonjë hapësirë tjetër, sepse këtu sikur lindi një farë keq kuptimi, dëgjova pak më herët një prej ish-gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, i cili tha se nuk ka një afat deri kur mund ndodh kjo. Në fakt, gjykata kushtetuese jo vetëm që e ka përcaktuar, e ka sqaruar, por e ka detajuar edhe deri në gati çështje të minutave se kur duhet përmbyllet seanca konstituive, e cila në bazë të gjykimit të vitit të kaluar duhet të përmbyllet më së voni deri nesër në ora 23:59. Në atë gjykim do se ka qenë një prej pyetjeve se çfarë ndodh në rast se nuk përmbushet afati, cilën gjykata nuk e pa trajtuar siç duhet, dhe përkundër kërkesës dërguare pastaj tërhequr nga presidenti Osmani atkoh, është e qartë që nuk ka asnjë pasojë tjetër juridike përveç shpërndarjes së kuvendit të shkuarjes në zgjedhje të parakohshme. Pra, vlerësimi im është që në rast se kuvendi nuk arrin që të konstituohet plotësisht deri nesër, e që përmbajtësisht nuk ka asnjë arsye që kjo të mos ndodhë. Sakt, sepse votat janë në kuvend, por që nëse nuk ndodh për arsye të caktuar, atëherë qartazi kemi të bëjmë me një përpjekje për të blerë kohë shtesë në funksion të zvarritjes së afatit për zgjedhjen e presidentit, sepse afati për zgjedhjen e presidentit, që është afat 60 ditor, fillon vetëm ditën pas konstituimit kuvendit, dhe për sa kohë që nuk konstituohet kuvendi, ai afat nuk fillon të rrjedh, e që për më tepër mos konstituimi i kuvendit tashmë po rrezikon ta fuz vendin në një krizë tepër serioze kushtetuese, ku pas datës 4 tetor, përkatësisht nga 5 tetori e tutje, ne nuk kemi më as ushtues detyret presidentit, e që me këtë kalendar, pra në rast se kuvendi nuk konstituohet sot, por tek nesër, i bie që ne do të kemi afat ta zgjedhim presidentin deri më 6 tetor, e që potencialisht në një skenar kur kjo dështon, atëherë nuk do të kishim as institucion për të shpallë zgjedhjet e reja, e për më keq as për ta mandatuar kandidatin për kryeministër pas zgjedhjeve potenciale që mund. Dhe çka ndodh në një rast si ky, realisht, nëse vina në një rast si ky, sepse ne shohim që ka prolongime ndryshme që mundin me na dërgu deri në atë datë. Unë besoj që janë dy arsyetime ose argumente që mund ta shpjegojnë se çfarë mund ndodh tutje. Pra e para është të involvohet gjykata kushtetuese me një pyetje përgjigjur në një mekanizëm jashtë kushtetues. Gjykata në kaluarën ka shpikur ta zëm çështjen e votimeve 3 herë, e elemente tjera të cilat ndonë se nuk janë të shkruara në kushtetut, shërbejnë si mekanizmat përkohshëm deblokimit. Në anën tjetër, linja e dytë, unë besoj është më e rrezikshme, është që të hyjmë në një situatë një krize kushtetuese, nga e cila dilet normalisht me vetëm një situatë që të diskutohet rishkrimi i kushtetutës, të paktën për sa i përket formimit të institucionit. Rishkrimi i kushtetutës. Po, për shkak se nuk ka asnjë mekanizëm kushtetues për dal nga një situatë e tillë, se kushtetuta nuk është shkruar me supozimin që aktorët politik ose institucional do të sillen në një mënyrë që e sillin vendin buzë kolapsit kushtetues. Ka vështirë më bë këto ndryshime, zotëri Cakulli. Tash, në kuptim kushtetues, ndryshimet mund ndodhin me 2/3 në kuvend, por është edhe modaliteti. O kur s'ka kuvend, prandaj nuk ka kuvend në atë situatë. Është opsioni tjetër, pra ajo çfarë njihet në doktrinë kushtetuese si komisionet kushtetuese, që i bie të diskutohet edhe një herë se a mund të miratohet diçka e re, që është unë besoj skenar ekstrem, por si mundësi ekziston sepse ndryshe unë besoj vetëm një mënyrë për ta sjellë në diskutim publik çështjen e ndryshimit kushtetutës, është që fillimisht krijohet baza që njerëzit ta kërkojnë një gjë të tillë, sepse praktikisht i bie kjo kushtetutë nuk na bie tamam. Praktikisht diçka e tillë që ka duke u punuar, nëse i shohim si po shkon krejt kjo dinamika
Mirë, Zotri Po duhet Cakolli. besoj që jo, por që faktikisht rreziku për një gjë tillë duket se ekziston. fare në fund se dhe duhet lirojmë pastaj, tash në këtë moment që jemi, që ka nisur legjislatura 11 të Kuvendit Republikës Kosovës, kush është ushtrues detyre i presidentit? Legjislatura e 11 nuk e ka filluar punën e saj, për shkak se legjislatura e 11 fillon të operojë si e tillë vetëm pasi të konstituohet plotësisht kuvendi. Kjo nuk kupton që zonja Haxhiu, me qenë se është kryetare nga legjislatura paraprake dhe shërben atë pozitë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, pra rregulloria përcakton që ka një lloj vijimësie administrative. Ushtrues e detyrës së presidentit do të jetë zonja Haxhiu deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, dhe këtu sa i përket Zotit Dehari, me qenë se dëgjova edhe më herët ide që ai duhet të marrë pozitën e kryetarit të kuvendit, jo, kryetari i kuvendit si pozitë ushtruesi i detyrës presidentit vjen nga legjislatura paraprake kur ka ndodhur vakanta, jo kush do ta zëm që e merr vetëm në saje të moshës siç është rasti aktual. Mirë, e qartë ka dikush tjetër në një pyetje për Cakollin? Jo, veçanërisht me mbështet ato që në fakt ajo që na e kemi para pa dhe ma herët është ideja që zotri Kurti ka me gjetë mënyra dhe metoda me çula në gjykatën kushtetuese, edhe unë mendoj që është të abosh qëllimisht që edhe nëse vetë ai nuk e dërgojnë, nëse shkel këtë afatin e 30 ditëshit, me dërguar në gjykatë kushtetuese vetëm me arrit të funit vjetorit që zgjedhjet e ardhshme është fiksa ajo që e tha dhe zotri Cakolli që mandati për zgjedhjen e presidentit fillon prej ditës së konstituimit me shku deri tek fundi i vjetorit gjithë i konvenon zgjedhje. Ta përshëndet Cakolli, faleminderit shumë e ugenë një që ishe sot në Kosovë Today për këtë Faleminderit shumë. Faleminderit të njerë. Faleminderit. Faleminderit shumë zotri Cakolli dhe do doja të kaloj tek te zotri Kajtazi. Duke marrë parasysh formën se si ka shku ky proces edhe afatet cilat i ceku zotri Cakolli, a ka mundësi që dikujt i intereson me armë një pozitë ku do të ta rishkruajmë formën se si riformohen institucionet e Kosovës? Apo dojmë me qitë një kushtetut që e kena si një kushtetut e cila nuk na bie tamam sa i përket formimit të institucioneve, diçka që shkara zi e tha dhe zotri Cakolli. Kemi përmendat Republikën e Re të Albin Kurti. Aty deshta me dalje. Albin Kurti ka heq dorë nga ajo se edhin që është e pamundur dhe po dënë ta rishkruaj këtë Republikë. Domethënë krejt praktikat kushtetuese nëse s'ka mujtë me ndryshu i ka cënu. Pra që është edhe tendenca në qëtë moment? Absolutisht. Dhe për fatin tonë të keq, ka pas disa aleat edhe brenda institucionet që do duhet i mbrojshin ato. Në këtë rast, një prej aleatëve kanë qenë gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, që besoj që e kanë bo shkelin, që e kanë bo një të keqet madhe Kosovës, kur kanë vendos me bo aktivizëm gjyqësor për një çështje. Për 60 ditë që ne ke? Absolutisht, për afatin kur e morën në pranvera, ose në fundimit. Dhe ai ka qenë një shërbim që ata gjyqtarë ja kanë bo Albin Kurti dhe këtij pushteti, dhe ky shërbim ja ka mundsuar Albin Kurti që ta vazhdoj vallën e cënimit të rendit kushtetues në çdo sferë, në çdo element të saj. Apo shkojmë drejt zgjedhjeve të reja, edhe apo shkojmë drejt një situate, veç ta përfundoj pyetjen, se po duam të di logjikën tonë. Në logjikën tonë apo shkojmë tash drejt një momenti më të përshtatshëm për zgjedhjet për vetëvendosin, a drejt një momenti më të përshtatshëm për me rishkruaj atë pjesë të tutës? Çfarë tash Albin Kurti e ka thonë një gjë që se kanë erë se morën më shumë seriozisht Albin Kurti, që në esencë ai do mi mri qëllimit e veta. Ka thonë që nëse koalicioni jonë, VV, Guxo, Alternativa, si mrin 80 deputet, do të kemi zgjedhje në Vjeshtë dhe në Dimër. As një dilemë nuk e kam për këta. Sepse Albin Kurti ka paralemru edhe zgjedhjet e prillit. Do më thonë qëto zgjedhjet që më bajtën në qershor me këto zvaritjet, dhe i ka parapor edhe zgjedhjet e dhjetorit. Dhe qëllimi për të krijuar qëto kriza, Albin Kurtit përveç që i ka qëllim, mas ne i ka edhe mjetë, për shkak se ku është qëllimi që krijohet kriza. Por a do t'i falet në fakt, sepse numrat për ta... Jo, ku është qëllimi? Esenca, ku është qëllimi mi bëjë qëto kriza? Pse i bën këto kriza? Krizat i bën për shkak të prolongimit. Por është të presion për LDK-n, apo thellë ka një plan atë që pra do ta konstituojë fare kuvendit, do të drejtohet prapë gjykatës kushtetuese? Qëllimin për LDK-n e ka, ai ka narrative dorë që LDK-ja ka prolonguar dhe ndoshta edhe konstituimin e kuvendit pikërisht për shkak të asaj bllokade që zotri Abdiqiku i vendosi negociatave pikërisht për shkak të zgjedhjeve të brendshme. Ai e ka tashmë trofeun e dorë, por ajo që zotri Kurti është duke bërë tashmë nuk ka të bëjë as me çështje politike.
ka të bëjë me diçka pak më të madhe, duhen qytetarët e Republikës Por, së Kosovës. zënja tha që i kthejmë të kjo, do doja të kaloj tek zënja Maliqi për arsye se e kena një çështje me mikrofonin, besoj që ta kupton edhe kthehemi prapë. Mirë, zënja Maliqi, prapë Pasi shkojmë tek Vullneti që t'ja mund se të që t'hy direkt thu, me pamje mund të shkojmë tek Vullneti që ta marri koment nga Vullneti. Vullnet, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, në fakt, ju ndreq mikrofoni Ardianës, Fretar se u vërnove. Megjithatë, derisa natyrisht ne po flasim a është ky presion, Afrodita apo është thjesht një plan që, siç e tha edhe Shkumbini, Kurti ka përmendur disa herë, por nuk është marrë seriozisht, apo shkojmë në zgjedhje, apo çfarë po ndodh? Jo, ka disa që kanë marrë seriozisht dhe unë nga ata që kanë marrë seriozisht që kemi me shku seriosisht në zgjedhje, se të gjitha rrethana dhe sjelljet e lëvizjes vetë vendosje në krye me Albin Kurtin na kanë çuar në idenë që po kërkon zgjedhje të reja. Me vetë partin se sot... Dhe asë njerës ke thonë që ka zgjidhje, në që studio jo. Jo, që pas, që studio flas mas shumë të. Mirë po, ne e pam për shembull sot, para kryesuesi i kuvendit në start tha se nuk ka debat, ndërkohë që dol Albin Kurti edhe në ditën e parë të konstituimit të kuvendit, ai e thej rregulloren e kuvendit me vetë partin se majti një fjalë aty dhe kallzoi çka ka bos gjoja se ne nuk e dim. Të gjithë e dim çfarë ka ndodhur deri pranë në orët e vona të natës pas takimit që ka pas me Lumira Abdigjikun, që nuk ka një marrëveshje. Unë menoj që skenari i ri i vetëvendosjes është që me zvarrit. Është skenari vjetër a i ri kë? Ta është mënyrën se si doli I ri vjetër. Jo, mënyrën se si doli kjo sot është një pjesë e skenarit të ri, se me dalë kryeministre me punë foltore në ditën e konstituimit, se kemi pa marret, po janë pothuajse shumica. Por e keni cek tendencën e prolongimit të krijimit të institucioneve, kështu që pak a shumë e keni paraponi lëvizje të tilla. Por do më thonë, gjithë shka që është bërë sot dhe që shka pritet të bërë, unë e menoj që ka të bëj me zgjedhje të reja, por në anën tjetër, në një farforme kjo është presion edhe për lidhjen demokratike të Kosovës, e cila si që kemi pari deri me tani, me të drejt, masi është fut në bisedime, me të drejt nuk ka pranu pozitën e krye parlamentarit, po donë pozitën e presidentit si... Sepse na kena shku zgjedhje për presidentin e krye parlamentarit. Nëse vazhdimisht po folën për një balans politik, atë një ekuilibër politik, atër LDK-ja më të drejt, po kërkan pozitën e presidentit. Dhe kjo të e ditë që nuk ka me adhon pozitën e presidentit, po i bon presion LDK-s që me marë pozitën e krye parlamentarit. Afrodita, ne duhet shkojmë në hollën e kuvendin atje tashmë ku ka marrë rrugë drejt foltores ushtruar në fakt kryeministin detyr Albin Kurti dhe të shohem kjo ishte konferenca që është paralajmëruar në orën 12:30 tashmë po nis zyrtarisht. Ta ndjekim bashkë. Të nderuara media, të nderuar gazetar, të nderuar qytetar, ashtu siç edhe theksuam në nisje të seancës konstituive sot për legjislaturën e 11, duam të japim shans vazhdimit të diskutimeve dhe arritjes së një marrëveshje politike apo konsenzusi për çështjen e presidentit apo presidentes së re. Çfarë do konstituimi i kuvendit pa marrëveshje për çështjen e presidentit, praktikisht do të ishte parapërgatitje për shpërndarjen e kuvendit. Në këtë mënyrë, dhënia e mundësisë për të arritur marrëveshje është e vetmja mënyrë dhe zgjidhja e duhur për konstituimin e plotë të institucioneve tona, ashtu siç e do rendi dhe ashtu siç kanë votuar qytetarët në zgjedhjet e lira e demokratike, ndonse të parakoshme, të panevojshme të 7 qershorit. Ne që nga certifikimi i rezultateve, pa humbur kohë, kemi dashur që të japim shans diskutimeve, ashtu siç patën kërkuar partitë opozitare pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025. Por, fatkeqësisht, për shkak të dinamikave dhe zhvillimeve të brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës, diskutimi u suspendua dhe takimin e radhës e patëm tek pardje që nuk ishte kohë e mjaftueshme për të arritur një dakordim politik. Me këtë rast,
duhet theksuar që përballë kësaj situate, e cila ka përvojë e trashëgimi, konsideroj që është e nevojshme të japet shansi vazhdimit të diskutimeve para se të lëvizim me konstituimin e kuvendit, gjë që do të mund ta vështirësonte mandej marrëveshjen potenciale dhe evitimin e zgjedhjeve të radhës. Prandaj na duhet të marrim kohë shtesë për diskutime dhe vetëm atëherë kur ta kemi arritur dakordimin për çështjen e presidentit të procedojmë me konstituimin e institucioneve të tjera. Herën e kaluar e pam se pa e zgjidhur çështjen e presidentit, kot e konstituojmë kuvendin apo e votojmë, e formojmë qeverinë, sepse vendi u desh të shkonte në zgjedhje. 3 palë zgjedhje për 16 muaj. 9 shkurt 2025, 28 dhjetor 2025 dhe 7 qershor 2026. Të nderuar gazetar, të dashur qytetar, është e nevojshme të kthehemi diskutimeve për ta zgjidhur çështjen e presidentit dhe kur ta kemi një marrëveshje, ta ftojmë vazhdimin e seancës konstituive, pra kur të jemi të siguruar që kemi bërë çdo gjë për të evituar shkuarjen edhe në një palë zgjedhje të panevojshme për shtetin, të paarsyeshme për qytetarët e të dëmshme për buxhetin dhe ekonominë. Më lejoni që edhe një herë të uroj të gjithë 120 deputetët, nuk mungoj asnjëri sot, t'ua uroj dhënien e betimit dhe zgjedhjen deputet të Kuvendit të Republikës të legjislaturës së 11. Ju dëshiroj gjithë të mirat secilit prej tyre dhe punë të mbarë e suksese në një legjislaturë e cila nuk do të duhej të ndërpritej për disa javë me shkuarje në zgjedhje të reja, me që nuk arritëm përsëri ta zgjedhim presidentin e na u desh ta shpërndajmë kuvendin. E falenderoj në veçanti për një takim që kemi pasur kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën dhe kryetarin e LDK-s për 3 takime gjithsej Lumir Abdigjikun, për konstruktivitetin, për atmosferën në takime ku kemi ndarë bashk sfidat që i ka shteti ymë përpara dhe uroj që ky lloj komunikimi e bashkëpunimi të vazhdoj edhe më tej. Natyrisht që jam interesuar të vazhdoj diskutimin për marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe një herë i bëj thirrje kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëria Ardian Gjini, kryetari Gjakovës, së voni tash edhe kryetari AK-s, por edhe kryetarit të PDK-s, Bedri Hamza, i cili dikur, siç e dini, ka qenë guvernatori i Bankës Qendrore, ka qenë ministri i financave në qeveri, ka qenë kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, njeri me përvojë profesionale e institucionale, që të takohemi, që të bisedojmë, sepse nëse kryetari i kuvendit i takon subjektit fitues që është lëvizja vetëvendosi, dhe nëse qeverinë e formon mazhoranca që jemi ne, me 62 deputet, për dallim për 66 sa i kemi pas herën e kaluar, pra këto dyja, nëse janë përgjegjësi e jona, zgjedhja e presidentit, që në rast dështimi na çon zgjedhje të reja, është përgjegjësi edhe e PDK-s edhe AK-s. Pra, konstituimi i institucioneve nuk është përgjegjësi ekskluzive e fituesit, na duhet diskutim, na duhet komunikim e bashkëbisedim. Unë jam i vullnetshëm, i interesuar edhe i gatshëm. Faleminderit edhe një herë të gjithëve, e tash do të mund t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja. E para, ndërprerja e kësaj seance i bie që ju po kalkuloni në një marrëveshje të mundshme në çështje kryeparlamentare, a qëndron oferta se ju i keni kërkuar LDK-s t'ia japni postën e kryeparlamentarit, ndërsa ju me si vetëvendosi t'u takoj kryeministria dhe presidenti, dhe si përgjigjeni kritikave të PDK-s dhe AK-s, të cilët thonë që
po silleni në mënyrë të papërgjeshme në këtë rast kur përfundon afati kushtetues dhe I keni votat dhe s'po e konstituoni kuvend. Së pari edhe udhëheqësit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe deputet të tjerë të LDK-s kanë deklaruar që duhet të merremi vesh për të gjitha. Edhe publikisht tek ju, në për emisionet apo prononcimet tek ju, kanë thënë që duhet merremi vesh për të gjitha. Dhe ju e mbani mend që në pranverën e këtij viti më patën kritikuar mua që e zgjodhëm kryetarin e kryesinë e kuvendit, e zgjodhëm qeverinë pa u takuar me ta. Ne kemi reflektuar dhe kemi vepruar ndryshe kësaj radhe. Pra kësaj radhe asnjë institucion nuk po e konstituojmë pa u takuar. Siç ka qenë kritika e tyre, ne jemi duke vepruar. Arsyeja pse kemi qenë me nguti në fillim të këtij viti është çështja e buxhetit të Kosovës. Buxheti për vitin 2026 kërkonte që të jemi shumë më efikas dhe ekspeditiv. Dhe këtë e bëm. Por unë I kam mbajtur shënim të gjitha kritikat që na I kanë dhënë gjatë këtij viti. Dhe tash, natyrisht, që po I përfilli ato. Edhe më tej, iniciativat për çdo takim jam duke I marrë unë. Unë dua bashkëpunim, prandaj marr iniciativa, prandaj komunikojmë, veçse unë mund të kem lajme të reja për juve atëherë kur do të kemi marrëveshje. Aktualisht, takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk janë më lajme. Lajm do të ishte marrëveshja. Por më duhet ta pranoj që takimet me PDK-n e me AK-n do të ishin lajm. Dhe unë uroj që të kemi lajme të tilla sepse ato janë të mira. Ne jemi në komunikime të drejt për drejta me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra me kryetarin Lumir Abdixhikun s'kam ndërmjetësues. Sa më herët që mundemi të ecim përpara, aq më mirë. Por duhet ta kuptoni që nuk janë gjëra të thjeshta këto dhe nga përvoja e këtyre 16 muajve duhet të lëvizim jo çdo gur, por çdo guralec që të evitojmë zgjedhjet e reja. Serioziteti dhe përgjegjësia institucionale dhe politike sot e ka veçse një përkufizim. Evitimi edhe I një palë zgjedhjeve të panevojshme e të parësyshme. Unë vazhdoj të jem kryeministër në detyrë dhe do të respektoj në plotëni dhe përpikri kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë, përfshirë këtu edhe ligjin mbi qeveri. Do t'i them aleanca të shëtutje, shpresoj që herën e ardhshme nuk do të më pyetni çfarë aleance, sepse ne fjalën aleance kemi vazhdimisht në fjalorin ton politik për shkak të aleatëve tonë ndërkombëtar, për shkak të aleancës veriatlantike kështu me radhë. Po unë nuk besoj që aleanca nuk është për ardhmëri dhe nuk është për Kosovë. Por unë mbi të gjitha nuk mendoj që kjo është thelbësore. Thelbësore është që kryetari I aleancës, zotri Ardian Gjini, kryetar I aleancës, të takohet me mua si kryeministër në detyrë dhe kryetar I lëvizjes vetëvendosje e cila natyrisht nuk e kanë ruan. Pra, thelbësore është që të komunikojmë. Ju e dini shumë mirë që politikanët në Kosovë, edhe me politikanë vendor, edhe ndërkombëtar, po thuaj se takohen secili me secili. Cili është kuptimi që t'ja duam të mirën Kosovës dhe të punojmë për ardhmëri nëse refuzon edhe takimin me kryeministrin në detyrë. Ndërkaq që po e ritheksoj, ashtu që vlen për mua si kryeministër në detyrë, njësoj edhe ushtruesja e detyrës së presidentes zonja Alburina Haxhiu do ta respektoj në plotëni e përpikri kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë. Nuk kemi president, nuk kemi presidente,
por kemi ushtruese të detyrës së presidentes, e kjo është zonja Albulena Agjiu, dhe ajo do të vazhdoj të jetë e tillë, tamam siç e thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Po? Si është sendimin e detyrës që ata kërkojnë vetëm presidencin dhe sentin të dështuar profesor Kovani. Gjithë kanë thënë se sendim zyrtar. Nëse konkurrin për president, çka do të bëjë? Unë besoj që secila pozitë është e rëndësishme, ndonë se nuk janë të njëjta për nga përgjegjësia, ato janë të rëndësishme dhe janë të vlefshme. Ju e dini që në vitin 2025, muaj të tërë jemi vonuar për zgjedhjen pikërisht të kryeparlamentarës. Për muaj të tërë nuk ka pas dakordim për kryetarin, përkatësisht kryetarin e kuvendit, dhe e mbani mend se si zonja Albulena Agjiu, ushtruesja e detyrës presidentes, 57 vota merte që ishte e pamjaftueshme. Pra, vitin e kaluar, kryeparlamentari ka qenë shumë i rëndësishëm. Unë nuk mendoj që pozitat institucionale varen më shumë nga viti, ose stina e vitit, ose muaji i vitit, se sa nga ajo që është shkruar në pushtetut edhe në ligj. Prandaj për mua, të gjitha pozitat janë të rëndësishme, janë të vlefshme, ndoshta janë të njëjta, edhe kryeparlamentar, edhe kryeministër, edhe president. Dhe unë dua që të diskutoj që të gjitha këto me ta. Lëvizja vetëvendosje në pranverë si vjet e ka bërë një koncesion të madh. E ka tërhequr Glau Kënjufsën dhe Fatmire Muli Hoxha Kolçakun nga kandidatura për president. Ne jemi subjekti më i madh politik. Dhe ne nuk e kemi pasur kandidatin ton, sepse kemi tërhequr. Ju tham, e mbani mend, opozitës, na i propozoni 3 emra, ne o bëm edhe në nënshkrimet për aplikim, edhe votat për zgjedhje, nuk ndodhi. Pastaj e sollëm emrin e një lidere të shoqërisë civile, doktoreshën Feride Rushiti, e refuzuan edhe atë. Pra ne kemi bërë koncesionin e madh si lëvizje vetëvendosje. Ne kemi thënë nuk konsiderojmë që presidenti ose presidentja i takon lëvizjes vetëvendosje. Pra presidenti ose presidentja nuk i takon një partije. E nëse do t'i takon të një partije, duhet parë numrat. E ju e dini që lëvizja vetëvendosje është 6 deputet më shumë se 3 parti tjera opozitare marrës bashku. Jemi 53 me 47. Pra ne kemi bërë koncesionin e madh, e kemi tërheq Glaukun. Për marrëveshje nuk mund të ecim përpara pa koncesion. Nuk mund të ecim pa mirëkuptim, nuk mund të ecim pa kompromis. Ne duhet jemi të pa kompromis në integritet territorial, në sovranitet shtetëror, në siguri, në të drejtat e njerëzit, në Republikën e Kosovës, në progresin e kombit ton në përgjithësi. Por, me njëri tjetrin, duhet të bëjmë koncesione dhe kompromise. Pikrisht që të mos bëjmë për Republikën, pikrisht që të respektojmë interesin publik dhe shtetin e pavarur, sovran e demokratik të Kosovës. Prandaj edhe një herë po e theksoj, ne kemi bërë koncesionin e madh, Lidha Demokratike e Kosovës ka kërkuar prej neve që të diskutojmë që të gjitha, prandaj që të evitojmë zgjedhjet e reja, duhet të japim shans diskutimeve politike për marrëveshje politike, për president ose presidente, shprehje e unitetit të popullit, figurë konsensuale me karakter të mirënjohur, me vlera e kontribute për shoqërinë, profesionin përkatës dhe për Kosovën tonë të dashur. Faleminderit shumë. Atëherë pra kemi dëgjuar bashkë kështu Kurtin, i cili ka thënë mjaft qartë për ato që me shumë gjas edhe mund t'i ketë mbas edhe në plan për ditën vazhdim, është duke pritur që takohet sërish përmendje dhe aleancë ndër të tjera, por mbi të gjitha tha se nuk ka kuvend pa marrëveshje për presidentin. Në tonet të vogla, diku tingëllon të pak edhe si fushat, këtë fjalim? Në fakt, ato që duhet me pa qytetarët e Republikës Kosovës është Kurtin e vërtet. Sepse më kom përshtypjen që të thonë që Kurti është populist, shumica e qytetarëve nuk e din as çfarë bie populizmi. Populisti është një njeri, një politikan, një demagog, një mediokër i cili flet
për punë të cilët as vetë nuk i beson që munden me u bona dhe me u realizu. Dhe pikërisht, ky është e fjalimi. Ai na tregon të sot se sa i rëndësishëm dhe pse duhet opozita të përfshihet në pozitën e postit të presidentit, ndërkohë që ka qenë vetë ky që e ka zhvlerësu pozitën e presidentit duke thënë që ne kemi nevojë për një president që merret me zjarr fiksat. Sot thoshte që neve na takon kryeparlamentari dhe kryeministri, kështu që i takon opozitës të vjen dhe të merrem me vetë që ta bëjmë presidentin. Ndërkohë ka qenë vetë ky që në kaluarën i ka përjashtu opozitën pikërisht nga gjitha këto gjëra. Ajo që po shihet dhe që është për me përmbyll se e di që kanë me folë edhe shumë të tjerë, është fakti që thjesht ky veç po don me blek kohë, po don me e zhvlerësu opozitën deri në çat mos, saqë të paktën unë mendoj që sulmi kryesor është. Dhe në fakt ky është refuzim për lidhjen demokratike të Kosovës. A mund ta marrim LDK-ja sot do duhej që në mënyrë plot me hek dorë për negociatave me to, në mënyrë sepse është në rrezik për vetveten e saj, për ekzistencën e saj. Për mundësinë që kurti të mos e konstituoj fare vendin e pa ta pyet shkumbinim duket para 2 javësh, jo pse e kam ditur një plan të kurtit, por ja që tash fantazia politike po qenë shumë larg dhe në fakt e kemi bërë si pyetje ndaj njëri tjetrit, po se kemi besuar se mund duhet kjo shkumbin. Jo, faktikisht kur ti bën pyetje ose kush do tjetër flet qysh është një procedurë normale dhe e thjeshtë, qysh do duhet të ishte normale në secilin vend, veç e shet të kundërtën që është në jo normalitet edhe që aty operon Albin Kurti. Pra, nuk ka pas sens as në pyetjen as përgjigjen tem. Unë kam thonë që e kam përdorur një shprehje të popullit që thotë çka ka mas del pi tokë, dikush ka thonë ka sërrisht, edhe se nuk kam pas informacion. Edhe na, domethënë çka ndodh masi nëse asnjë procedurë për konstituim të kuvendit nuk respektohet, çka ndodh, nuk më thonë që dalim sërrisht, nuk e di. Se ky vendi, shteti është në sens është rregull. Kushtetuta është rregull, nëse dikush zgjedh për mos respektuar, ç'është mundesh me parashikuar çka ndodh. Pra, dhe forma që është po sillim sikur nuk po na bën tamam kjo kushtetutë është pikërisht me dalë atje. Natyrisht, po çka problemi kryesor për bindjen tëm që është mos guximi i opozitës në veçantë, mos guximi i LDK-s. Edhe kemi thonë këtu më herët që mu përqa një parti për me shku të Albin Kurti është vetvrasje politike. Sepse edhe po bindemi që kemi thonë që Albin Kurti në momentin që LDK-ja e ka lënë që të kuvend edhe rizgjedhët Abdigjiku, kam ja ndru fjallë. Edhe s'ka me shku me ta. Dhe Lumir Abdigjiku është mirë tash me këthyat fjalimin e vetë, që i thejke Albin Kurtit më këshyrë në pasqyre, edhe me këshyrë vetë pasqyre, edhe me aja kish puthe, aja kish pështu i vetën. Po, por do doja të dalë tek Zotri Reza realisht kush do të këshyrët në pasqyre sipas teje? Sot për dallim prej ditëve tjera kur e kemi analizuar, sot e patëm rastin me ndëgju një analizë të vetë Kurtit për situatën momentale dhe në bazë të asaj që tha, mbas jo mund ta krijoni një ide se ku po drejtohet vendi. Një çështje që diskutoj edhe Zotri Kajtazi këtu në studio ishte fakti se mbase dojnë me shpërfaq këtë kushtetutë si diçka e cila nuk na bën tamam dhe mbase edhe me ndryshu formën se si krijohen institucionet. Unë pajtohem plotësisht me shkumbinin edhe me parafolsin më herët, rreth demagogjisë edhe situatës jo kushtetuese. Por unë mund të shtoj, se kam thonë edhe pas zgjedhjeve të nënë shkurtit, se praktikisht Kosova është në grush shtet. Nuk respektohet kushtetuta, nuk respektohet asnjë ligj për Albin Kurtin. Ja, sot të shkelen dy ligje për shembull. Ai nuk ka drejt nga sot që tjetë edhe deputet edhe ushtrues detyre kryeministrit dhe kuvendi faktikisht është i shpërndar. Nësaj nuk e di tash as gjatë kjo afati deri sonte në ora 24 apo nesër për konstituim të kuvendit, nëse nuk konstituohet kuvendi faktikisht nuk ka pas Eugen Cakollit deri nesër në orën 23:59 është afati fundit për të konstituar. Po. Dikush e matë kohën ma mirë se unë, po unë kam mendu se sot deri 24 mirë, po si do të qoftë është edhe 24 orë ma shumë, për ndryshet dikur jemi në gjendje jo kushtetuese, jemi në grushtet. Se sa do të durojnë qytetarët e Kosovës këtë situatë, e sa do të duroj opozita që të në përkëmbet në këtë mënyrë nga Albin Kurti, është çështje tjetër. Për mendimin tem, populli duhet me dalë në rrugë, edhe mos me alu Albin Kurtit me shku nga kuvendi në qeveri. E qartë.
E qartë, po le dalim pak tek vullneti. Për mendimin e vullnetit, çka do të më bëj Kurti ose çka bën Kurti dhe çka bën populli? Apo jo, dhe pyetje po ta bëj vullnet direkt. Pse pas kaq të rëndësishme postin e presidentit që tash e 2 herë në një farforme po shkojmë zgjedhje për të, apo po na çon në zgjedhje? Moj tema spori Albin Kurti konferencën? A ishe këto? Po nuk e njofta, a qaj ke Albini, a? Kjo pyetje shtrohet. Që lavdoj ke AAK-n e të tjerët. Okej. Atë pëlqej forma se si që përshruaj ti, Bedri Hamzën? Jo, më bani përshtypje se menova që është dikush një sëzi tina ose dikush tjetër. Komplet një Albin tjetër ke. Një përshtypje që më bani, dhe që këmë thonë që shumë ko, është që ajo është ngush shumë mirë se çka opozita dhe kompo opozitarë. Po ma dje i ceki edhe çështjen e LDK-s. Në fakt nuk është problematike. Edhe ai po thotë po marr shënime edhe po a dëgjuat atë fjali ça? Po. Domethënë, jo po falni, unë po marr shënime, tash e rikuperoj veten, po bona njëri më i mirë, jam të filluar me ndryshu, Allahil, hajde folim krejt, s'kena nevojë me shku më në zgjedhje, se kretina vlazën, kretë të më dash me zveti, pse me të hujt për takohemi, me zveti nuk për takohëm. Përvojën e madhe në udhëheqjen e institucioneve dhe komunave. Po. Bankave. Shumë njëri mirë, do më thonë, zdirë pse... Po çka thot kjo për ty, vullnet? Pse kjo shasin që përmend? Po. Kjo është, është dy karta i kokrën. E para, dërë me u paraqit tek audienca dhe tek publiku i gjanë, si një politikan i cili çdo sem që thot opozita ose çdo kërkesë ndaj tina është tu e bë dhe është të ndryshu dhe nuk po do mi pas krejt për veti. Po. Kjo është karta e parë që e po do mi jap. E dyta është po don me hek idenë prej partive opozitare që ai nuk është në gjendje me dhanë shumë pose ose shumë që po di pozita. Se ndëgjova edhe para se me hy në kuvend, Bedri Hamza, përse i kur u pyet për një koalicion të mundshëm, ose një bashkëpunim me vetëvendosjen, e përmendi faktin që tha kush na ka ofruar. Domethënë, Kurti e ka hetu këtë gatishmëritë që s'ka vijat kush e kërkon. Janë të dash poste. E ka hetu që në publik është të dalë sepse pollët e fundit e tregojnë që vetë votuesit e vetëvendosjes janë të irrituar me këtë gjendje, edhe krejt ky Albini 2.0 shumë i dashur, sa u kthi prej pushimit, që kanë ardhur diaspora, krejt më dashur me zveti, është rezultat i një realiteti të ri, se cilin e ka kuptuar zoti Kurti së voni. Dhe cila që në realitet i ri që pas ka kuptuar Kurti, formula është e vjetra, vullnet. Unë s'po shoh një realitet ri që ka kuptuar aja po të tjerët, sepse me këtë situatë politike, pra nëse deri nesër në ora 23:59 s'ka marrëveshje për presidentin, Kosova shkon në zgjedhje. Po, kemi një dallim prej herave të kaluara, ku zoti Kurti tash po nuk propozoi më emën, edhe kjo është një situatë ligjore që në mënyrë që opozita është dashur sot më një herë me u taku grupet ligjore dhe me këshyrë, se janë dy dallime këto. Tjetërsen është kur ti e propozon një emën, edhe nuk ta votojnë njerëzit, rasti Albina Haxhiut 25-ën, tjetërsen është kur ti refuzon me tregu edhe me propozu një emën. Edhe pika tjetër, qysh mundet një kryesues i kuvendit, i cili nuk ka si kompetencë, është vetëm drejtues teknik, me vendosjen e pezullu në mbledhje. Edhe në partitë opozitare, unë mendoj që vetë grupet e tyne ligjore do të më kanë ky fokusi. Sepse betejë është e jashtëzakonshme, 24 orësh është, as 24 orësh nuk i ka. Po mbase vullnet do me hap vullnet, a ka mundësi i bie që as vetë orë si kanë. A ka mundësi vullnet që ky po i hap rrugë mi propozua emrat që mos më pranua ata emra si të papërshtatshëm, edhe kështu më shumë zgjedhje. Prap. Jo, unë shoh këto si në hapje të zotit Kurti, le të flasin për gjithçka. A dëgjuat kur tha për lidhjen demokratike, ata po donin me fol për gjithçka. E në ndërkohë ka hub kohë tu i tregu, do na tregu neve që do të Ama ka edhe një dallim aty, se kur folin herë për pozitat, ai ndajti shumë mirë, tha neve, si parti fituese na atakon me pas krye parlamentare, me formu institucionet edhe kryeministrin. Edhe kur erdhi tani te puna me fol për presidentin, u kthy tha këto janë 3 pozita të rëndësishme.
Jo, edhe tha dhe një çështje tjetër. Tha na kemi hek dorë prej Glaukënjufsës. Po. Për konsensus, që kjo lidhet shumë ato që LDK-ja s'ku do me hek dorë nga emri dhe pozicioni cilën e ka. Në thonë, zotri Kurti, çdo fjali që e tha, në fakt, e gjujke një kënd të opozita dhe normalisht çdo fjali që e tha, u mundu me ndreq. E tha kuvend, Ardian, pra teksa e mori fjalën në foltorën e kuvendit, kur ishin gjithë deputetët, e gjuajti një nga fund vogël për edhe kam përshot tash një koment të ish-kryetarit gjykatës kushtetuese Enver Hasanit, i cili ka thënë se Albulina Haxhiu me përfundimin e procesit të betimit si deputete s'është mashtruese detyrës së presidentit dhe vendi rrjedhëmisht s'ka president. Ky është komenti i Hasanit, thotë Avnia është kryesues, ai nuk mund të jetë ushtrues detyrë presidentit, me situatën e sotme nuk ka më ushtrues detyrë presidentit sepse Albulina dha betimin për deputet të kuvendit. Pra, Republika e Kosovës aktualisht është pa president Republikës, ka thënë për Ekspresin, dhe sipas tij tashmë kuvendi pas konstituimit të plot duhet procedoj me zgjedhjen e presidentit të qeverisë. Por nuk është konstituu dhe jonë? Po, kur të konstituohet? Me njerë me shku direkt në... Me gjitha ata... Situat edhe më shumë situata. Dhe më thonë tash po delë se unë nuk jam juriste dhe ai ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese dhe mendoj që ai e njeh mjaft mirë anën kushtetuese dhe anën ligjore. Tash kemi një komplikim të situatës. Bra, për herë të parë, me të drejtë, po thotë Saliu, se ne po shkojmë t'jem anarki. Dhe më thonë, nëse ka pas vullnet politik sot, lirisht që shmujt mu zjedh kryetari i kuvendit dhe me një marrëveshje politike, nesër, mas një jave, me LDK-n, ky kryetar ka mujt mundru nëse që shpas interes. Për shkak se kemi një praktik në vitin 2020-2021, ku ka qenë Kunjufca, pastaj ka dhonë dorëheqje prej kryetarit. Do më thonë, nuk janë to praktika që ne nuk i njohim. To, sjelljet e Albin Kurtit janë sjelljet të nuk di njëra së qami thonë definitivisht. I kujtohet besë në rastin e kryetarit sërb, kur në një farforme së propozonin, apo jo, më duket kështu ka qenë paka shumë minoriteti sërb, pra në rastin, pyetja është kështu, që në rast se vetëvendosja nuk propozon një emër për kryetar të kuvendit, a mund të bëj opozita këtë? Po jo, se i takon me legj vetëvendosis partisë parë. Nëse para refuzon që ta bëj? Jo, nuk parashit. Me akt vendim, akt gjykimi i gjykatës në rast se nuk e propozon. Në Nadrashiqi si kundërpërgjigje ndaj listës sërbe që nuk nxerte një kandidat për në kryetar. Jo, nuk është situata. Po e dështoj. Dhe u quajt që është dështoj dhe u quajt antikushtetues ai veprim. Por ato që ka thënë zotri Hasani sa i përket zonjës Haxhiu që është betuar si deputeti, mandati i deputetit fillon ose kuvendi fillon me punu prej momentit kur të konsiderohet si konstituar. Dhe kjo i bie që zonja Haxhiu të vazhdoj tjetë ende deputetet. Paktën në ato që kemi ngu dhe i sot, edhe pse zotri Hasani nëse guxoj madh, po. Këtu që tash momentalisht nuk dihet kush çka është. Sepse qa që pështilë situata, se cilin që e shesh aty është diçka edhe nuk është kurgjë, edhe dikush që së kurgjë është diçka. Edhe që kjo situatë, për bindjen të amë shumë ka qenë pa nevojshme, është derivat... është hajgare me votusin e qytetarëve. Sa është rrezikshme? S'ka kurgjë të rrezikshme. As të fasusha. Në një moment... Jo përse në e këna po, demek nëse shkele kushtetuta... Në një moment kër Serbia e fillon dialogun strategjik nivellit ma të nolë... Po visha për kupton të që rrezikshme për standardet që të kryohen. Po intereson popullit kjo, a jetu në kuptu. Ne popullin që a intereson, se popullin intereson që me dalë në bivull netin e popullit. Jo, nuk mujna me bo seriozitet në situatës me matë aty me nivelin intelektual njerëzë. Ka njerëz që paguën një shkollun për këto punë dhe do të me këshyrë prej spektrit serios këtë qështje. Që një vjetë i gjysi kema institucionë të blokume, nërko që gjyri që lajmëron për fillimin para 2 javë të dialogë Na e këshyrë për të ke fundit vota e përcakton. 2 vjetë jemi të diskutu këtë qështje, po vota e përcakton fitusin dhe fitusi është Zotri Kurti. Dhe Zotri Kurti din me e lujt me popullin dhe popullin nuk për e kuptojnë. A do t'ja kujtojmë këtë që sa për thashën Zotri Kurti? Nuk dhja u dhe gjova, tashmë nuk është qështje e partive politike. Tashmë është qështje e popullit. është qështje a do ky popull me duru, a do ky popull me shku kështu edhe 1 vjet, edhe 2 vjet? A kena me shumë zgjedhje, apo me ndojnë që mundën të me dojnë protesta? Zgjedhjet jënë punë e kryna, jo. Po, më thonë, i takon popullit me reagu. Po, tash mendoj që popullit me reagu. Sepse partitë politike nuk jënë du mujt me rëdzu, nuk jënë du mujt me e përfundu. Shaj popullin ashta e ka vëtu, e partitë së më përdzojnë, tash qysh me ndryshu popullin?
asnjëna prej partive politike. Na kemi thonë, kemi diskutuar 100.000 herë që jo shumica ka votu opozitën, ma pak kanë votu opozitën, por partitë politike është partia e cila ka më shumë të vota. Nuk po mundën kjo opozit Me gjithatë Ardiana, populli kurimit të kaj, s'ja ka dhënë as kurti të drejtë ta bëj presidenti. Atëherë le të reagoj populli. Jemi 2 vjetë në një situatë, në një rreth vicios, atëherë duhet me reagu. Qysh duhet me reagu, dijen metodat e reagimit popullit. Protesta, organizime dhe normalisht një janisi ma e demokratika është tyre ka dalë sot, ishte para kuvendit Kosovës. Ndonë se natyrisht paqartësia shumë e madhe në momentin që po flasim, pra ish gjyqtari i kushtetues Zotriu Kryeziu e dha një për kufizim tjetër për situatën politike tash për tash vullnet, Cakullin ata diçka tjetër, ndërkohë shoktu e hat Miftara nga IKD, i cili ka folur për Ekspresin dhe thot se mos respektimi i afatit 30 dhjetor është shkelje kushtetuese, por nuk e çon vendin me automatizëm në zgjedhje. Pra na do të shkojmë në kushtetuese gjithësisht për një pyetje të tillë. Unë besoj që duhet me dërgu në kushtetuese edhe pse na jemi shëndru tashmë 2 vjet e gjys shtet i kushtetueses. Na jemi shtetit. Na jena që 2 vjet të funksionu. Na jemi shtetit tillë. Kushtetuta për një situatë e çka nuk thot për një situatë. Kështu është totalisht kaos, megjithatë, është edhe një detaj që unë e dëgjova, e që kishte bënte me shtatin, domethënë 24 orë, 30 ditë që alo s'është plotsu. Plotsohet edhe 24 orë i bie, domethënë, në shtatin. Po, ne nuk e dija e pat në fillim të seancës, ne bashkëbisedim ose qëndrim të Lutfi Azirit me deputetët e vetëvendosjes. Ishte një bashkëbisedim dikon 5-6 minutësh, shumë i afërt dhe shumë me të qeshura, edhe unë besoj që kërkesa e Zotit Kurtit nuk ka ardhur bash pa kur gjë. Domethënë. Dhe çka thua ti se Aziri ishte në takimin në delegacionin e LDK-s? Aziri mund të jetë emri për çfarë? President? Ky po nënkupton që ka kërkuar me shty edhe diskutimin me e demantoi Zemaj. Zemaj mohoi ta LDK-s ka qenë pjesë e kësaj. As nuk ka qenë dieni që ka qenë dieni. Jo, be LDK-ja që ka bërë. Unë s'po them që ka Po që vetëvendosja Albin Kurti s'bën këtu. Çka po thot vullneti s'po dëgjoj? Ku po do me dal? Unë po du me dalë tek ideja që unë mendoj që mbas asaj që e pash, çka po ndodh mes tyre dy partive, deputetëve të tyre dy partive, ka diçka për te asaj që na shton që nuk ka një marrëveshje. Çka mund të jetë ajo? Një marrëveshje, por që mund të jetë pengi 2-3 votave. Për këtë arsye Zoti Kurti po kërkon hajde mu dash krejt. Ai nuk e ka me marrë këtë deputet e partive tjera, me qas po i vim 5 mund të ketë edhe deputet të vetëvendosjes të cilët Kurtis po mund të llogaritën ta. Edhe se ta zëm du ta baljen se ka 100%, se e deklaroi vet ajo sot. Nga minoritetet. Ka të vetëvendosjes? Qa ka të vetëvendosjes që si ka qka? Jo, Kurti thotë se pasi mund të ketë një aranzhim me, vullneti thotë që Kurti me LDK mund të ketë një marrëveshje bazë, por në fakt mund të ketë probleme 3 vota dhe në realitet të presion. 3 vota mund të ketë edhe vetëvendosjes problem. Mund të ketë vetëvendosjes. Po mund të ketë edhe Donika Gërvallës. Po hiç mund të ketë. Po e di. Ç'është mund të shkumenja? Nuk ka shans me kona. Hiç. Nëse në një demokratike që ka brenda LDK-s me shti, më fal, por Ardiana e përmendën sikur më herët OK-n. Edhe një presion ekziston, mbase nuk i kanë votat e tij, po ka mundësi që LDK-ja ta fut në atë pozicion Zotri Kajtasi që ky pastaj ta merr shumë të mirë edhe OK-n, që e mori sot Ardian Gjinën. Albin Kurti është. Jo, e mori Albin Kurti komune. Në fakt kështu e nisi edhe intervistën e tij vullneti edhe shumë me saksi tha. Albin Kurti është i shantazhu krejt. Po? Në veçantë Hilo Mirabexhikun dhe LDK-n. Po. Se ti nëse del për një takimi, që ndodhi edhe dje, apo partia kur ishte, edhe në konferencën që ti kime tregu çka bisedove me Lumira Abdixhikun, një partner që jetë të thonë që një muj ditë, që po dëshirën me pas, ti del, ti del i ftën ata tjerat, ku du mu taku me ta, për çka zët një? Kjo është poshtrim që i bëhet një bashkëpunimit të mundshëm, ose bashkëpunëtorit të mundshëm, që në këtë rast është Abdixhiku dhe LDK-ja në tërsi. Dhe që kjo është vazhd e saj, sepse ti nëse... Po çka nëse këta i thojnë ngomnat për kron, po i kena 7 vota në qëtë moment? Po jo, po nuk ka lidhje, po esenca është, po them që Albin Kurti i ka 2 qëllime, të shkojnë në zgjedhje dhe të shkojnë në zgjedhje duke pushtruar LDK. Sepse, po edhe OK-n, pse po sulmon OK-n, se e dim që formule vetme për të fitu mandate, domethënë për 2060, është e mundshme vetëm nëse AK-ja nuk e kalon
pragun. Po. Dhe që kjo është tendenca Albin Kurtit. Tash vullneti mundet mësë me jedok Albin Kurtit qa ka pëse që është kjo, po ne do me thonë jam i bindun, sepse kom thonë në shumë herë, kom qenë konsistent në këtë gjë, që Albin Kurti është kameleon, që ndryshon gjyrat varësisht që intereson ati, dhe cili është qëllimi politik i partisë ti. Dhe i vetëmi njeri që nuk i intereson për interesin e shtetit dhe të institucioneve, e ka dëshmu që është kë. Dhe mos guximi i opozitës për mja thonë këtë gjë. Po. Për bindjen temë është absurd. Sepse kemi shembuj që nëse, si me thonë, rrehet tavolina nga dikush prej opozitës, nuk është që populli s'ta vlerëson. Populli nuk e ka vlerësuar, si me thonë, mos vendoshmërinë e opozitës, për si cilën temë. Sepse nëse ti e vendosur, mëre qofsh edhe gabim, dikush ka me të vlerësu ma shumë se sa një person të lëkundur në gjithë shka. Dhe në fakt LDK-s ja kanë thënë në një farforme edhe në sondazhet e fundit për para zgjedhjeve të kaluara që në një farforme është ndëshkuar për faktin që në të kaluarën s'ka marrë pozicion. Një koment afërdit, shkojmë me marketing dhe më pas kthehemi prap me panelin e njëjtë sikur se jemi. Pra, megjithatë te beson këtë që tha Vullneti që Kurti mund të jetë duke u folur deputetëve 2-3 votave që si ka? Unë ishtë të menoj që ndonjë deputeti vetë vendosis ide kontra Albin Kurtit. LDK-s? Absolutisht. LDK-ja, dëgja, me gjithat, pavarësisht për qamje se qka pa në LDK-ja, unë i kam pa deputete e LDK-s që kanë qenë kundër Lumir Abdigjikut, dytet e fundit që kanë dhonë deklarata pro krimit të institucioneve. Armenzim a i sot për shembull. Po, edhe Hylmeti Bajrami. As ku normale. Po, dhe më thonë, ata janë nga ajo që kemi po. Unë e ketë problemin të e shoh të televizjave të vendosë. Dhe ajo që po më dhe mund kranë në shtakë fjali është problemi që është normalizu, është bërë standard shkelja e kushtetutës. Që po më dhe mu? Dhe më thonë, nëse për para është alarmu vendi për një shkeljet vogël kushtetuse dhe ata që janë gjetë në shkelje kanë marë, dhe më thonë, e kanë pas morale, etike, janë të rresh nga pozitat të gjithka. Po, sot, shkeljet kushtetuta edhe është normale. Kjo është standardi rrështë. Jo, zëtri Kajtozi, a ka mundësi zonja Malisi që LDK-ja realisht i ka krejt votat për Kurtin. Po Kurti po sillet në këtë formë për me dërgu si të ndame në zgjedhje. Votat për me marë presidentin. Për vetën. Për vetën. Për vetën, po dhe? Për vetën. Pra ndaj këtë. Ti nuk e di me dhe kandidatin për president nga LDK-ja? Jo, ande, po. Mendoj që nëse shkojnë... Më është emri, flasëm për deklarimin të shumë tani. 18 votat e LDK-s mund të shkojnë vetëm për 2 emra brenda LDK-s. Sipas mendimit tim, a që përmendi Vullneti më herët? Për Lumir Abdigjikun, sepse në këtë formë do të qetësoheshin të dy grupet, edhe, e kam thonë edhe dje në emision mëngjesit bashkë me Vullnetin, edhe për Lutfi Azirin. Vetëm për këta 2 emra i ka LDK-ja votat e plota. Për Vjosa Osmanin, unë besoj që gjysma e LDK-s nuk e votojnë. Por edhe VV-s këtë rast. VV-ja s'pranon me pas. Pra dolem tek ajo që edhe vetë po flasim në një situatë që zotri Kurti po thotë këta janë fajtorët. Okej, Rexhaj. Ato të 18 votat e Rexhaj, a do të flasësh para marketingut a pas marketingut? Pas, ma mirë pas. Ma mirë mas marketingut. Okej, shkojmë marketing, këthejme vetëm pas pak. Alo?